a lejohet që gruaja me bë itikaf, qëndrim në xhami, me u izolu në xhami edhe me nejt disa ditë, ose 10 ditë plota, ose 2 ditë, ose 1 ditë, a lejohet kjo? Lejohet o musliman, lejohet me lejen e Allahut azza wa jall. Këna thonë është rregullore fes, nuk ka kush i cili guxon mi ndalu xhamin gruas. Edhe pse këna thonë që sala në shpinën e saj është mahal. Tema, a guxon gruaja me nejt në xhami mo izolu? Po musliman, nuk ka kush që ndalon. Argument, gjithmonë lyp në argumentin. Ka shku Rasuli alayhi salam me nejt me qëndru në xhami, e ka vet Aisha radiallahu anha a ban edhe ajo me arë në xhami, edhe e ka leju Rasuli alayhi salam. Edhe ka shku, edhe ka ngrit një tent, një çadër, edhe i këshilloj muslimanët në qoftë se shkojnë tash kada si tenda, si çadra të vogla që i përdorin për me dalë me shku në natyrë dikon. Jënë të vogla, ti kur të falësh del për sajna, kuptohesh, mirë po kur dërë me pushu, me flajt, hinë mrena sajna edhe ki privatsin tane me një qështë xhamis. Kështu ka vepru Aisha radiallahu anha, e ka ndërtu një tendë, të një kanë ardhë edhe gra tjera, edhe ka ndërtu tenda, të një në boshëm, të një realisht e ka ndërprej Rasuli alayhi salam. Nuk është që guxon mu pengu xhamia prej muslimaneve, mo zanë komplet xhamia me çadra, kështu jo, këta do të me pas parasysh. Jo me pengu xhamatin, jo me pështjell shumë me xhamatin, po alhamdulillah tash ka xhamia në përvenet tona, shumë për shembull ka katin e dytë, komplet për gra. Atëre kuxa nuk prish punë, nëse gratë rrinë aty. Edhe na si shqiptar jem si të falmi e lirojmë komplet xhamin, shkojmë i falëm taravih, dalëm mas taravive komplet, mshilet komplet xhamia, nuk ka të keqe nëse rrin mas taravive vazhdon e në rejtë qallën tane, po shanë falësh natën, nuk ka të keqe kuxha me lejen e Allahut azza wa jall, nëse rrin ti si grua në xhami. Kujdes për fitnë, gjithmonë kujdes për fitnë. Pyetje, a do të veç gratë e martume, apo ato që janë pa martume guxojnë me shku në xhami? Atë kuptimin nuk janë në shoqërimin e kujkojna. Ose është e martume, po burri nuk don, veç gruaja don. A lejohet? Lejohet. Argument, kanë shku gratë e Rasulit alayhi salam pas vdekjes të Muhamedit alayhi salam. Domethënë, i lejohet gruas me shku pa burrin, gjithmonë duke pas kujdes prej fitneve. Tash kur vjen koha sala e mbledh gjërat e saj, falin këtë musliman, kur të kryet sala e qëtë çadrën edhe rrën xhami, falet, qëndron sa ka njetë me nejt me lejen e Allahut azza wa jall, nuk ka të keqe në ta, me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Allah në bëh për atyre që mundohen me praktiku traditën e Muhamedit alayhi salam.